Do të fokusohemi tani në të tjera zhvillime. Do të shkojmë tani me kolegen Keti Banushi nga ambientet e SPAK dhe GKK për të marrë informacionet dhe zhvillimet e fundit. Sot është në GKK, pra në gjykatën e posaçme, ka qenë masa e rivlerësimit të sigurisë për Lulzim Berishën, i ekstraduar 2 ditë më parë nga Spanja në drejtim të Shqipërisë. Përshëndetje Keti. Çfarë ka vendosur GKK-ja në masën e rivlerësimit për Lulzim Berishën dhe a ka folur vetë Lulzim Berisha? Përshëndetje në Ertil, në fakt mund të themi që jemi përpara një deportimi më shumë se sa një ekstradimi, pasi nuk kanë përfunduar gjitha shkallët gjyqësore në Spanjë, po me sa duket autoritetet spanjolle kanë bashkëpunuar me autoritetet shqiptare, si në rastin edhe të personave të tjerë, duke mos pritur të shprehet një gjykat më e lartë se ajo gjykatës së shkallës parë dhe duke i sjell këta persona të cilët kërkohen nga prokuroria e posaçme. Me sa duket, pra është një bashkëpunim mes autoriteteve që është më lartë se sa kërkesa e tyre për azil që ata në gjitha rastet e kanë kërkuar. Në fakt, Lulzim Berisha u soll nga Spanja dhe u paraqit ditën e sotme në gjykatën e posaçme, së bashku me avokatin e tij mbrojtës. Dihet tashmë që ai akuzohet pasi ka qenë luftar regji, një nga bashkëpunëtorët e drejtësisë që akuzuar për vrasjen e Klodian Saliu. Në fakt, edhe më herët, kur është gjykuar banda e Durrësit, ka pas një akuzë të tillë, por nuk ka patur prova për ta fajsuar Lulzim Berishën në ato kohë, ndërkohë që dëshmia e luftar regjit ka mjaftuar që prokuroria e posaçme të ketë urdhër arresti për të, fillimisht edhe për vrasjen e Vajdin Lamajt, por një akuzë që i ra në fakt nga vetë prokuroria në gjykatë. Megjithatë, Lulzim Berisha së bashku me avokatin mbrojtës kanë pretenduar që nuk e njeh luftareqin dhe nuk ka patur asnjë kontakt me të, sa i takon vrasjes së Klodian Saliut. Ai deklaroi që në momentin që ka ndodhur vrasja nuk ka qenë në Shqipëri, por ka qenë në Turqi. Megjithatë, Lulzim Berisha ka pretenduar në seancë që dhe kjo akuzë sipas tij do t'i bjerë ashtu siç ra dhe akuza e parë. Megjithatë, edhe avokati mbrojtës pasi ka dalë nga salla ka bërë një deklaratë ku ka bërë një thirrje për prokurorët e prokurorisë posaçme. E kemi deklaratën, e ndjekim pak Keti dhe rikthehemi. Ti marrin me rezerva. Nisur nga përmasat mediatike që ka marrë çështja e klientit tim. Dua të sqaroj në përmjet jush opinionin publik se jashtu quajturi bashkëpunëtori drejtësisë luftar Reçi, një mitoman permanent që nga dita që është futur në sistemin e burgjeve deri më sot bën kërkesa dhe krijon artifica duke mashtruar institucionet shtetërore. Përfitoj nga rasti t'i bëj thirrje ndërgjegjes profesionale të prokurorëve të posaçëm që përdorimi i bashkëpunëtorëve të drejtësisë për interesa të caktuara apo për statistika mediatike cënon në rënd sigurinë kombëtare, sigurinë e jetës dhe sigurinë e pronës. Si edhe duhet të heqin dorë nga ky standard ekstraligjor. Prokurori duhet i përkushtohet përgjegjësisë dhe pavarësisë në ushtrimin e detyrës. Faleminderit. Ndoqëm edhe avokatin e Lulzim Berishës. Ndërkohë Keti sot në SPAK ka qenë i pranishëm edhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Bujqësisë, dihen arsyet? Nuk dihen arsyet, sa ai më herët ka qenë edhe sekretari i përgjithshëm edhe në Ministrinë e Brendshme, por nuk kemi një informacion nga prokuroria e posaçme se për cilën çështje dhe për cilën dosje është thirrur. Pra është bërë zakonshme që në prokurorinë e posaçme vinë zyrtarë të tjerë, zyrtarë të lartë të ministrive të ndryshme të cilët japin deklarata, por qëndrimi i tij në ambientin e prokurorisë së posaçme nuk ka zgjatur më shumë se 30 minuta dhe më pas është larguar. Pra është një procedurë që ndiqet në vazhdimsi. Pothuajse çdo ditë në ambientet e prokurorisë së posaçme vijojnë marrja pyetje, kjo në saj të dosjeve të shumta që janë hapur në këtë prokurori dhe po vijojnë hetimet.
Faleminderit Keti Banushi për gjitha këto informacione, nëse do të ketë të tjera zhvillime nga SPAK dhe GKK me njëherë do të kërkoni në linjën. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi, mos u largoni.